Edi Rama po përpiqet u hedh hi syve pensionistëve. Sot doli publikisht duke premtuar parajsën mbi tokë, sigurisht jo tani, po pas 4 vjetësh. Gjithsesi, unë do t'ju shpjegoj se pse premtimet e Edi Ramës sot janë thjesht një mashtrim i madh dhe një manipulim me fatin e pensionistëve. E para, Edi Rama nuk foli për asnjë moment për pensionin minimal. Për zgjedhjet e 11 majit, ai ka premtuar që pensioni minimal në Shqipëri do të jetë 20.000 lekë të reja. Askund nuk ka folur sot për pensionin minimal, që është pensioni që marrin një pjesë e madhe e pensionistëve që nuk kanë vitet e mjaftueshme të punës për të fituar pension më të mirë. Po ashtu, kur flet për pas 4 vjetësh që pensioni do të bëhet 40.000 lekë, e ka fjalën për një pakicë pensionistësh, për ata pensionistë që kanë pas fatin që të kontribojnë vitet plota në skemën e sigurimeve shoqërore, pra mbi 38 vite. Kjo kategori zakonisht përfshin pothuajse vetën punonjësit e administratës publike. Tani, sigurisht që për 2029-ën Edi Rama mund të premtoj shumë, mund të na premtoj që do jetoj me Luk Floriri, ama është shumë e rëndësishme se çfarë premton ai në të ardhmen imediate, në janarin e vitit 2026. Rritja e pensioneve, rritja mesatare e pensioneve për kategoritë e ndryshme të pensionistëve për janarin 2026 do të jetë nga 5 deri në 8%. Pra 5 deri në 8% rritje pensionesh për janarin 2026. Mirë, po nga ana tjetër, ky fund viti ka për të qenë i fundit ku Edi Rama do t'jap bonusin e pensioneve. Në 2026 nuk ka për të pasur bonus pensionesh, pra praktikisht ajo mas lekësh që pensionistët do merrin në dhjetor të 2026-s do pjestohet për 12 dhe Edi Rama në janar do na thotë se i rriti pensionet. Janë dora në zemër pothuajse e njëjta shifër. Nga 1.000 e pak lek në muaj që është bonusi, po të pjestohet për 12 muaj sot, në rreth 1.300 lek që do të jetë bonusi i pjestuar në 12 muaj në vitin 2026. Problemet e pensioneve në Shqipëri do të vazhdojnë të jetë thella, sepse kjo qeveri nuk ka minimumin e seriozitetit për të marrë me shkaqet strukturore të kësaj gjendjeje. Që pensionet rriten substancialisht, duhet luftuar korrupsioni me rënjë. Kjo qeveri vjedh miliarda çdo vit, janë lekët tuaj në rrethpart pensionistëve. Nuk mundesh edhe të vjedhësh, edhe të rritesh pensionet në mënyrë të qëndrueshme. E dyta, rritja e pensioneve kërkon luftë të paepur ndaj informalitetit në punë. Sot që flasim informalitetin në punë, sipas shifrave zyrtare të këtij shteti, është mbi 44%. Po ashtu, kërkon frenimin e emigrimit forcës punëtore. Nga Shqipëria vazhdojnë të ikin rreth 50.000 të rinë në mosh pune çdo vit. Kërkon po ashtu rritjen e pagave. Shqipëria mbetet nga vendet me pagat më të ulta në Evropë. Për gjitha këto arsye, Edi Rama ka vetëm një gjë për pensionistët: t'u hedh hi syve. Tamam, si ata luftëtarët apo keqbërësit cilët do duan ta mposhtin duel armikun e tyre dhe nga që nuk përballen dot burrërisht, drejt për drejt, e nisin betejën duke i hedhur një grush dhe apo hi syve kundërshtarit apo armikut tyre. Edi Rama i trajton pensionistët si di kishte armik, një lloj siç trajton qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Prandaj ne kemi nevojë për politikë ndershme, për politikë kompetente, për politikë vizionare dhe kjo mund ndodh vetëm me lëvizjen bashkë.